Deputetja demokrate Ina Zhupa ka ngritur akuza në mënyrën e administrimit të fondeve publike në Bashkinë e Sarandës, duke ju referuar gjetjeve të një raport të kontrollit të lartë të shtetit. Sipas Zhupës, auditimi ka evidentuar një dëm financiar prej rreth 1 milion eurosh vetëm për periudhën e kontrolluar. Ajo pretendon se bëhet fjalë jo vetëm për një rast të izoluar, por për një mënyrë qeverisjeje që sipas saj dëmton interesin publik. Raporti i fundit i KLSH-s në fakt është akt akuza më e mirë për Bashkinë e Sarandës. Në vetëm një vit të audituar janë rreth 1 milion euro të abuzuara nga kjo bashki. Qartësisht nuk kemi të bëjmë me një apo me dy zyrtarë të paftë, por kemi të bëjmë me një model qeverisje, me një model për të zhvatur paranë publike dhe për të keq qeverisur. Të dhënat tregojnë që rreth 633.000 euro janë dëm ekonomik për shkak të mosveprimit të bashkisë. 226.000 euro është dëm ekonomik për shkelje në prokurime. 101.000 euro janë dëm ekonomik për punime të paguara, por në fakt të pakryera. Dhe 117.000 euro janë dëm ekonomik për ahengje, për projekte artistike dhe kulturore të cilat nuk janë bërë sipas prokurimeve. Qartësisht kemi të bëjmë me një bashki që abuzon me taksat e qytetarëve, që i vjedh ato dhe që nuk punon për interesin publik. Ajo kërkoi që përgjegjësit për këtë shkelje të përballen me drejtësinë dhe deklaroi se opozita do të vijojë denoncimet për problematikat në Bashkinë Bregtetare. Zhupa bëri gjithashtu thirrje qytetarëve të Sarandës që në zgjedhjet e ardhshme vendore të marrin në dorë drejtimin e bashkisë dhe ta vendosin atë në shërbim të interesit publik.